Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Ja cilat janë 9 këshilla më efektive për të larguar dhjamin nga trupi juaj, që përfshin ndryshime në stilin e jetesës, ushqim apo aktivitet fizik. 1. Kufizo sheqernat dhe karbohidratet e rafinuara. Sheqernat dhe karbohidratet e bardha si buka e bardhë, makaronat, pijet e gazuara dhe ëmbëlsirat rrisin nivelin e insulinës dhe depozitimin e dhjamit. Zëvendësojini ato me karbohidrate të plota, si tërshëra, orizi i kaf, orizi i zi, patatet e ëmbla, quinoa e të tjera. 2. Rrit konsumin e proteinave. Proteinat ndihmojnë në ndërtimin e masës muskulare dhe ndjesinë e ngopjes. Konsumoni vezë, peshk, mish të butë, kos grek, thjerëza dhe qiqra. 3. Përfshini aktivitetin fizik të kombinuar. Bëni një kombinim të stërvitjes kardio si vrapja apo ecja shpejt dhe bicikleta me stërvitjen me pesha për të djegur kalori dhe për të rritur metabolizmin. 4. Përdorni më shumë fibra. Fibrat ndihmojnë në tretje dhe kontrollojnë urinë. Fokusojuni tek frutat, perimet, bishtajoret dhe drithërat e plota. 5. Pi sa më shumë ujë. Pirja e ujit ndihmon në detoksifikimin dhe frenimin e urisë së panevojshme. Pini të paktën 2 litra ujë në ditë, më shumë nëse ju stërviteni. Këshilla e vetme është të pini ujë midis vakteve, jo shumë afër dhe jo shumë pas vaktit që do konsumoni. 6. Flini mjaftueshëm. Mungesa e gjumit çrregullon hormonet e urisë, leptinën dhe grelinën, dhe rritin dëshirën për ushqim të përshëndetshëm, kështu synoni 7 deri në 9 orë gjumë cilësor çdo natë. 7. Redukto stresin. Stresi shkakton prodhimin e kortizolit, një hormon që lidhet me rritjen e dhjamit abdominal. Praktikoni teknika relaksimi si meditimi, yoga apo shëtitja në natyrë. 8. Mos bëj dieta ekstreme. Dietat drastike çojnë në humbje muskulare dhe ngadalsojnë metabolizmin. Zgjidhni një mënyrë të qëndrueshme dhe afatgjatë të ushqyerit. 9. Bëj ndryshime të qëndrueshme, jo të përkohshme. Konsistenca është çelësi, pra vazhdueshmëria. Mos kërko zgjidhje të shpejta, pasi ndryshimet graduale dhe të qëndrueshme në stilin e jetesës do të sjellin rezultate të qëndrueshme edhe në kohë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.